Një që erdhi tha, unë dua të futem në histori si njeriu që ka mbjell pemë dhe nuk ka dhënë leje ndërtimi. Po. Urdhë ku e ke? Qëmë akoma me këta ordiner, mashtrus ordiner. Ai tha ka mbjell 1 milion pemë dhe këmbgurte. Por e ketë qartë një pa shkollë. Tirana është kryeqyteti më i madh, është qyteti më i madh i shqiptarisë në botë. Është bebja e syrit shqiptarisë. Ti kishe kryetar bashkie njëri pa shkollë. Pa shkollë. Një ordiner që përfundoi në burg. Tash më fal, unë si Tiranës çfarë taksirati kam, se e shkatrun Tiranën, Edi Rama me Erion Velien e bën cop. Dhe mbahen se kioskat ishin të heqshme dhe u hoqën. Po hajde ishin çik betonin. Hajde ishin çik mbylljen e kinemave. Hajde ishin çik prishjet e teatrove. Hajde ishin çik mbylljet e galerive, se një kryeqytet. Bibliotekat, nuk po flasim muzerat. Se po flasim për një kryeqytet, nuk po flasim për një konvikt. Ku njerëzit vetëm duhet të hanë, të blenë. E hoqën dhe konviktin, me qëra fjera. Po do heqin gjithçka, po na heqin neve, jo më këto. Atëherë me çfarë do flasim? Kush e shpartalloi këtë Tiranë? E majta. Okej. Nuk është se e djathta bëri ndonjë gjë, po nuk e shpartalloi, jam dakord unë. Të paktën ata kryetar bashkie Tirana që kanë qenë Tiranësa të djathtës, të paktën e parë ishin Tiranësa. Nuk ishin nga Shtëpani, Mendon se Tirana ishin nga Peshtani si ky miu bashkisë. Okej, Tirana e sheh këtë për këtë. Ne ishim të varfër, nuk mund të bënim më tepër se ne ishim me ekonomi të rrënuar që nga Enver Hoxha, se ishim me tollona. Nuk është se bënë një gjë se s'kishin mundësi, po këta e shkatëruan Tiranën për t'u pasuruar për vete dhe për ta shpartalluar kryeqytetin e shqiptarëve. Dalin artistë modern. Po sheshi Skënderbej, sa i bukur, ku e ka të bukurën. Po ja, se ka që është që e ka të bukur, me një puqër me sa shkurë e onash. Me një tentativ të lodhur për një simbol masonik, që s'ka asnjë gjë me masonët, por nuk janë simbolet tona. Ku e ka të bukurën? Që bora fishatën ndihmën nga uji, e në verë nuk del do se të hapet kafka. Ku e ka të bukurën? Po jo se ka se shiko se janë ato gurët atje, jo më të marrë dajtit e gjitha dhe më falë, që simbolike këti që ke morë gurë nga gjithë Shqipëria ke vënë rrotull, falë, ku është estetikja këtu. Po, kishte një ide, do me thëmë. Ore, ide, ka ide të mira, ka dhe ide të këqija, nuk mund të ushjemi masaj, ishte një ide. Qa ide është ka morë gurë nga gjithë Shqipëria ke vënë rrotull? Ma thuj, qik. Po në qofse do ishte këshu, Shamse-Elizea do ishte një pachavure, se do merte lopët nga krahinat do i vinte aty. Shishe verë. Edhe verë, që bënin djath aty, francesë. Jo, mërë, jo. Okej. Dhe më flasin këta, i ndroi fytyrën Tiranës, e shfytyroi Tiranën. Dhe e kanë vënë dhe në rrezik, sepse nuk ishin budallë as tiranësit e vjetër, që i bënin shtëpitë maksimumi 2 katëshe me qerpiç, me material flet, nuk ishin budallë as italianët, që nuk ndërtonin më shumë se 2-3 kate, edhe as Enveri, që nuk ndërtonte më shumë se 5 kate. Sepse Tirana është në ujë. Sipër poshtë ka ujë, është tokë butë. Gjithë të beton që i kanë vënë këta, në i ditë do na zë për fund, larg qoftë. Kemi një problem aktualisht, të paktën sipas inxhinierëve që s'kemi kolektor, do na mbysi një herë fekalja, pastaj do. Po fekalja na mbyt për herën, se po të përshtyn 10 Tiranësa për mbytet Tirana. Këta vizionar, bëj pedonale. Mëll këtu, atje, shkurto këtu, merri frymin qytetarit atje. Po atë si të komentojë të rezultat kaq të madh, 3 mandate Veliaj, 3 mandate Rama. Ore, tash më fal se dëgjoj edhe këta analistët e sufllaqet e Ramës që thonë se fiton. Jo, që thonë se fiton. Më fal, po tash ç'a duhet u themi atyre që Enveri futi në përburgje i pushkatoi, se e njëjta gjë është. Në logjikë është e njëjta gjë, vetëm me forma moderne. E kanë vënë në mur të pushkatimit opozitën dhe fut të bjerë.